Në Arafat, në këtë ditë ku janë sot haxhilirët, Ademi a.s. dhe Hawa radiallahu anha u kërkuan 40 vite dhe u takuan mu aty, sipas transmetimit të pejgamberit a.s. Dhe është interesante se asnjëri prej tyre nuk ka akuzuan tjetrin se pse u bën shkaktar që bëm një lëshim në xhennet dhe arritëm në tokë, por u gëzuan shumë kur pan ata njëri tjetrin, 40 vite me radhë kërkesë. Vetëm 2 zëngat vogla ke me gruan tënde, gjithmonë po kërkon cili është fajtor. Vetëm 2 ditë keni qenë të hidhruar, nuk doni të pajtoni me ju mbyt. Këta njerëz si duket ishin mësim për ne, krahas lëshimit të xhennetit, arritja në tokë, kërkimi 40 vite dhe u gëzuan kur pan njëri tjetrin. 4 ditë jemi hidhruar, po përcasim për njëri tjetrit, subhanallah. Këtë ditë të Arafatit pajtoni me njëri tjetrin dhe gëzoni njëri tjetrin. Bëni dua dhe lutje dhe Zoti ju apranoft këtë ditë të Arafatit dhe njerëzve të cilët janë në Arafat. Një ditë të mbarë.